Si jemi me? Mirë. Kemi në recepcionin e spitalit, hyrjen e spitalit. Kjo është hera e parë e cila ndërhyet në të gjitha detajet infrastrukturore të rrjeteve të sistemeve në të gjithë spitalit. Te kemi pavilionin e ortopedi traumatologjisë, ndërsa këtej vazhdojmë në ambientet e shërbimit të kirurgjisë. Njëkohësisht, në bashkëngjitje po duket mirë. Njëkohësisht me shërbimin e kirurgjisë, ne ka 2 vite që kemi hapur edhe njësinë e kimioterapisë. Trajtojmë aktualisht patologjitë të gjirit, kancerin e gjirit, kolorektalin, ventrikulin dhe prostatën. Do të shërojmë që ta shtrijmë akoma më tej gamën e trajtimit të këtyre patologjive. Shërbimi i kirurgjisë ka 25 shtretër, ka një shfrytëzim shtrati ndër vite që shkon në 50% duke nisur nga situata që ka patur. Kështu që ne tani presim që të kemi një rritje eksponenciale të këtyre indikatorëve dhe të tjera shifrave. Të gjitha dhomat e pacientit ruajnë të njëjtin standard kudo që të jenë, ku kanë të gjitha sistemet, kanë të gjitha facilitetet, qofse përket gazave mjekësore, aspirim kondicionimit, sistemin e thirrjeve qendrore, deri te detajet të tjera të lidhura me sinjalet e internetit, patjetër edhe të gjitha me tualet. Spitalet ku janë tralla jashtë? Te vazhdojmë drejt njësisë operative, sallës operacionit dhe të njësive të shtretëve të reanimacionit. Ne kemi 6 postacione të shtretëve të reanimacionit. Të gjitha janë pajisura me çdo operaturë të mundshme që duhet. Më mirë se në qendrat e tjera, kështu që janë disa spitale ministre që po fantastike. Nivele dhe Tash dalë të bëjmë gjitha, kështu që dhoma e zgjimit ku pacienti shumë bukur. Do kemi krijuar një ambient që nuk e kemi patur, që pas kirurgjisë pacienti mbahet në vëzhgim për disa orë. Dhe mobilimet janë bërë të qeta, se ka rëndësi ambienti kur i pacienti janë bërë të qeta. Kemi munduar që të jemi me ngjyra neutrale që të mos të ngarkojmë edhe. Ky shërbej le të themi marrës rekuperimit sa më shpejt. Tu kemi sallat e operacionit, ne kemi 3 salla operacioni. Shumë Sallat janë edhe këto të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme. Kemi shtruar dhe kolonën e laparoskopisë, duke shfrytzuar dhe faktin që kemi 2 mjekë të rinj që të forca ardhur në spitalin tonë, të cilat i kryejnë interventet në rrugë mini-invazive dhe kanë qenë shumë suksesshëm. Tash këto investime që janë bërë shërbejnë vërtet që menaxhimi bëhet mirë dhe rezultatet janë ato që duhet bëjmë, sepse kjo është maksimumi i kësi janë ambientet dhe pajisjet në vende më të avancuara. Unë s'kam parasysh. Si kjo sallë kemi edhe 2 të tjera, ku përveç kirurgjisë përgjithshme kryhen ndërhyrje në ortopedi traumatologjisë si dhe në okulistik. Ka dhe një veçanti ministre që këtu kemi një bashkë menaxhim me qeverinë turke, ku kemi të dërguar menaxher turq të cilët i asistojnë për kartën e menaxheriale që e ka marrë jemi ndër spitalet e para që jemi ndërtuar në program për autonominë e plot. Kemi të shkëna aty menaxher do të kalonin në financiare, domethënë rrugë të gjatë të mundimshme, por rrugë e duhur. Shiko, në momentin që e bën dhe je arin atje, është shumë bukur pastaj, sepse pavarësia financiare të jep mundësitë të ngritjes së kreativitetit. Na gëzon ky fakt, pasi edhe për ne ka qenë sfidë faktikisht për ta kthyer në ato situata që ka qenë. Po ju pari krenar për atë që keni bërë, sepse gjithsesi sigurisht është ndërtuar fondet gjitha, por që është realizuar edhe në këtë moment është puna e gjithëve, sepse kur bën një gjë tre është si rikonstruksioni i shtëpisë që kalon për një fazë të vështirë. Ambientet janë të pajisura me lëvizje vertikale përmes ashensorëve në 3 pika të ndryshme. Te lidhemi me shërbime të tjera, pasi kemi 3 kade shërbime. Zonja ministre, ne jemi aktualisht, kemi on-site gjithë sistemin kompjuterik, pasi sërish si financimi i qeverisë shqiptare me Bankën Botërore, do realizohet digitalizimi i plot, karakterizimi i pacientëve dhe të dhënat të tjera të që të kemi statistikat e duhura, të marrim vendimet e duhura, të kemi dhënat e duhura, prej kohësh, pavioni infektivit ka qenë i përfshirë në repartin e sëmundjeve të brendshme. Edhe për shkak të situatave që ne kemi kaluar, po edhe për shkak të, po themi të problematikave të nxjerrura nga Instituti i Shëndetit Publik në vazhdimsi, është rekomanduar që ashtu siç do duhej të ishte shërbimi i patologjisë i sëmundjeve infektive të jetë veçantë dhe ne këtë tashmë e kemi realizuar me këto ambiente të cilat janë të dedikuara për shërbimin e
dhe për pavilionin e efektivit. Shërbimi smundjeve të brendshme, Dr. Gazi është shefi i shërbimit, ka 45 shtetër. Pastaj dhe shef shërbimi, kështu që Din më mirë se unë të. lehoni këtu është shumë Një lloj, po i mëson është bërë shumë mirë domthon, që kanë shumë të mira. Roma nuk ka ndonjë si intensive të më problemi që nuk ke një shumë parë ndonjë më shumë tosh. Është që kushtet janë shumë më të mirë. Shërbimi i pediatrisë, Dr. Bardhoku është shefi i shërbimit të pediatrisë. mirë. Bravo, unë për pediatrit them janë erojnë sepse Se di është në knajsi e madhe që ja arritëm kësaj dite, se më bëj 25 vjetë të një pediatra dhe më punon priva kushte, visha si andër, se... si ëndra bëra lishet, kështu që... Doktori shërbimi njëtë edhe për grupet marginalizuar e fëmijësh janë të zonës, kështu që janë çdo komunitetesh rom dhe egjiptian, po ashtu që shërben këtu një lloj si çdo komunitet. Faleminderit. Qarku, prefekture, shërbim, laçit, Rëshenit, Mamorsit, Që vinë këtu për gjëra. Niveli i dytë i shërbimit. Që niveli i dytë i shërbimit. Atje ka 33 shtetër dhe një shfrytëzim shtati prej 70%. Këtë një shpëzim i mirë. Është një shfrytëzim i mirë. Ne ndër vite kemi shtu kapacitete, kemi mendu që në rajonet të ndërtojmë shërbim më të mirë, ndërkohë që kemi rujt të njëjtin numër punonjësish historik ato që kemi patur. Një tjetër ndryshim që kemi bërë me rekonstruksionin është realizimi një lidhje të brendshme me shërbimin e obstetrik ginekologjisë. Në mënyrë që komunikimi interdisiplinar të jetë më i lehtë për të ndërhyrë sa më shpejt kur është mundur opinioni i specialistëve të ndryshëm.